që të hiqet klari në Bregdet. Në Bregdet ojnë fundit klari nuk kalojnë tënë. Po ashtu në spitale e parkimet në pagesh, rëthimet kudo si pas të fortet e jo si pas ligjit. Si një deputet të mos marrë 20 pensione në një muaj. Që kryeministri të mos pije 330 pensione në një natë. Se pensione të mos jenë 100 euro. Se veja i ka njëtu plot 800 lek. A e dini se 50% e pensionistëve dhe po kaq e fëmijëve 13 deri 16 vjeç punojnë për arsye për siguri jetesën. Se cilat të mos jenë më të mëdha se rrogat. Se ju të rinj të keni mundësi të blejni në shtëpi. Se njerëzit të mos tërhiqen në varë nga njerëzit e ligjit. Që kryeministrit të mos i hapë kumbulla pas shpine. Që qytetarët të jetë para ligjit. Që u i pishët të jetë prezent në qezmat tona. Që i shëburit të marë shërbimin që i meriton. Që pranët të mbetet pranë e je letër. Që rrugët të mos mbetet në rrugëve shprehje kryeministrit. Që trarët të vendosur janë këtë qeverit të mos ndajnë kopit shqiptare. Që marrëdhëniet me vllezërit tanë të mos kalojnë nga Beogradi. Që kur për Shqipërinë të vendosi shqiptarët për referendum, e mbi të gjitha, që mos të shpopullohet Shqipëria, e të gjitha që të arrihen vetëm me një vendim. Elma Dorhiçu! Elma Dorhiçu! E kam jetuar këtë realitet në 100% të ti, me të gjithë kostot dhe dështimet që ka pasur. Sa herë që dëgjoj fjallën kryeministër dhe projekt, më vjen në mendje vetëm një rezultat, dështim. Me qënë se kjo nisin nga Vlora, atëre po nisin disa dështime. Kakomeja nisi si projekt madhështor, dështoj u pëtoke Zanon. Vazhdoj me petroliferën, nisi përsëri si një projekt nafte dhe qas do silte, përsëri dështim dhe sot e kësaj dite. 7 hece ujore po në ujrat e Jonit dhe sot prap dështim. Qa të themi ma? Tuneli Llogaras, dështim. Ujrat që qahen, dërkon që faldromat regjin, inertet në këmbët e urave, dështim. Aeroporti Vlorës, një skem arbitrazhi, përsëri një dështim. Aeroporti Kuksit, më thoni ju që ka ardhur asjel, përsëri një dështim. Më falni, i dashur kryeministër, je një projekt i dështuar. Ti je mega projekti i dështuar. Ne duam projekte të suksesshme. Nuk mund të mendojmë dhe të jemi aq naiv që Zvërmeci do jetë sukses. Dorheqe, 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 dorheqe. Faleminderit. Mbrëma të gjithve, mi mbrëma vëllezër dhe motra, mi mbrëma shqiptar, unë jam Fatma, jam juriste, vi nga diaspora e Berlinit, kam që në datën 12, pra 15 ditë sot që protestoj në Vlorë dhe në Tiranë. Siç bëjmë të gjithë këtu dhe siç duhet të bëjë çdo shqiptar. Kam 2 thirrje. Kam 2 mesazhe zemre, kam dëgjuar njerëz shumë të mençur, kam pasur shumë reflektime. Këto 2 mesazhe ju lutem jo kakofoni se janë më të vërtet fjalë zemre. Kemi organizuar, jam nismëtare e protestave
Shqiptare të Berlinit kemi organizuar që nga data 5 e pa pushim 2 herë në javë protesta në Berlin. E falenderoj të gjithë skuadrët, të gjithë shqiptarët që po bojnë shpas. Tani se këto duar trokitit i mbjen vërtet janë të tepërta. Unë e kam lënë punën në Berlin dhe e kam thënë shefit, si që keni rëzuar ju murin e Berlinit, duhet të rëzojmë shqiptarët murin e vetëdijes politike. Tani, si që kam për unë, jemi shumë, jo kakofoni, ju lutem, si që kam dhënë unë dorëheqjen, kam dhënë shumë të tjerë nga diaspora, fjallë punëreshe, ma besoni. Dy mesazhet që unë kam janë, së pari për diasporën, së dyti për ata që disa i shuajnë patronazhista dhe unë i shuaj thjesht shqiptarë të rënë viktima nga ky sistem politik. Pse them këto? Jam vetë një viktim, njësoj si ata unë zgjodha mërgimin, ca të tjerë zgjodhën korrupsionin, ca nënshtrimin e kështu me radhë. Tani, News 24, i vetë një televizion që nga kam mbështet, kam nevoj për ndihmën tuaj se herën e fundit keni fut reklamën ndoshta pa dashje, gabim teknik që të mos më mbyllet fjala kësaj radhe, ju falemnderit. Mesazhi për diasporën është ky. Pse pikërisht për diasporën dhe ata të ashtë të quajtit patronazhista që janë vëllezërit dhe motrat tanë, mos të harrojmë. Diaspora sepse diaspora jemi 10 milion ose mbi, unë nuk ti me shifra, të flas konkretisht. Brenda kufirit jemi 3.5 milion. Tani, diaspora rrezikon më pak se të gjithë vëllezërit dhe motrat këtu që po kërcënojnë me vende pune, që po bëjnë presion, që kanë frikë. Diaspor, vendosu para përgjegjësisë. Kemi më shumë plotër se sa shqiptarët brenda kufis. Dhe si e kemi këtë përgjegjësi? Mos u përçani diaspor, vazhdoni kështu. A partijak, pse a partijak? Sepse në momentin që një parti apo një tjetër mbështetet, kjo protestë përçahet dhe ne akoma nuk i kemi lërë poshët u studentëve në 2018-ën. Prandaj, diaspor, kur ne vendosim të mbështesim një parti dhe mendojmë se do fitoj ajo parti, apo duam të ndjekim interesat tona vetjake, të kemi parasysh se mos lufta jo ndaj korrupsionit, mos më ndërpi fjallën se mbarova dhe pa. Mos lufta jo ndaj korrupsionit ka përfatur që do ta paguajnë niprit së niprit gjaku ynë shqiptar. Prandaj diaspor, prandaj ju lutem mendoni larg pamës, mendoni për fëmijët e fëmijëve, për mjaltin e mjaltit, si thot populli. Tani, rregulli i diasporës numër 1, ju lutem bashkohuni në kauzën tonë me qëllim të përbashkët interesin afatgjatat dheut të gjakut ton shqiptar dhe jo interesit ton. Rregull numër 2, të dënohet çdo akt që vjen nga patronazhistat, me di apo mos dije, sepse çdo akt që nuk dënohet sjell më shumë përçarje. Mos harroni borxhin e studentëve, mos harroni 100 vjet diktaturë apo çat 300 është ky sistem